për raportin më të mirë të mundshëm që ka marrë vendi nga Komisioni Evropian. Prezantojmë Shkupin si vlerë europiane me gjithë diverzitetin e vet kulturor, historik dhe etnik dhe fetar që e ka dhe që do jetë një vlerë e shtuar, një vlerë civilizuese dhe evropiane që do të merr vetë Bashkimi Evropian. Analizat evropiane tregojnë se Maqedonia Veriore dukshëm ka arritën më të madh në numrin e qëndrimeve brenda NATO-s. Më ne qëndrojmë në hartën e destinacioneve më atraktive. Cette ville à la fois changé énormément, devenir beaucoup plus européenne, mais aussi retrouver ses racines anciennes. Et elles font partie, ces racines, elles font partie de l'Europe. Une fois qu'ils sont venus, ils veulent toujours revenir. Ovo je bila izvanredna prilika da vidim i centar grada. Mislim da idemo dobro i u oktobru završimo posao i posle se družimo još više. I think it's a very interesting city with very different layers of history, with culture. We're also very happy that there are direct flights between Budapest and Skopje since 2 years now, and we can see that in the number of tourists. You are taking very important steps to come closer to the European Union. I'm sure that the place of North Macedonia is in the European Union and NATO. Slovenija je velik podpornik Severne Makedonije v evroatlantski poti in vas bomo podpirali tudi še naprej. Zelo se veselimo dneva, ko bomo skupaj formalno v evropski družini narodov. Srečno!